Sot do të përmendim një hadith që kur e dëgjuan sahabët e profetit alayhis salatu wassalam u mërzitën, u pikolluan. Zemrat e tyre u drodhën edhe filluan dhe sytë e tyre u mbushën me lot. Kur e dëgjuan këtë hadith të profetit alayhis salatu wassalam. Është hadithi që e përcjell Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, thot, na këshilloi neve i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me një këshill për të cilës zemrat na u drodhën edhe syt na u përlotën, na u mbushën me lot. Pra shihni cili ishte reagimi, ndikimi i sahabëve nga këshilla e profetit alayhis salatu wassalam. Thotë se profeti alayhis salatu wassalam na dha neve një këshill të tillë, të plotë, të bukur. Zemrat u drodhën nga frika dhe syt u përlotën. Pse? E thot vetë sahabi. Dhe thamë, o i dërguari i Allahut, na dhe një këshill sikur të jetë këshilla e lamtumirës, e njeriu që po jep lamtumirën. Kur dikush largohet në një vend, kur e familjari nga familja e tij për ca kohë, a nuk i jep atyre këshilla të mëdha e të rëndësishme? Kur dikush largohet nga të dashurit e tij, të afërmit e tij, ndoshta largim që nuk do të kthehet më, a nuk do të japi këshilla të forta, këshilla të rëndësishme? Patjetër që po. E tillë ishte edhe këshilla e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe sahabët e kuptuan që i ishte afruar vdekja profetit alayhis salatu wassalam. Prandaj edhe u përlotën, u mërzitën, sepse dihet dashuria e sahabëve për profetin alayhis salatu wassalam. Kur i dha të këshill, sikur u tha atyre lam të mirë. Prandaj lutuan, u përlotën. Dhe thanë, o i dërguari i Allahut, na dhe një këshill si këshilla e njeriu që lë lam të mirën. Prandaj vazhdo, pra shtoje këshillën tënde. Dhe thamë pas i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah. U porosis juve që të jeni të devotshëm ndaj Zotit tuaj, të keni frikë Allahut. Dhe takwa, devotshmëria apo frika ndaj Allahut, është nëse përmbushet, është kulmi i bindjes, i robërimit ndaj Allahut. Është kulminacioni i bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse takwa do të thotë të veprosh atë që Allahu ka urdhëruar dhe të ndalohesh asaj apo të largohesh nga ajo që Allahu ka ndaluar. Kjo ishte porosia e parë e profetit alayhis salam. Dhe më pas tha, ju porosis juve për dëgjueshmëri dhe bindje ndaj të parit tuaj, edhe nëse ai është skllav. Nëse ai prijes është musliman, ndër të tjera të urdhëron edhe për një vepër që është në kundërshtim me ligjin, çështjen e Allahut, nuk lejohet të bindesh, sepse Allahu është i pari, Allahu është mbi gjithçka. Prandaj kjo kërkesë e profetit alayhis salatu wassalam për bindje dhe dëgjueshmëri ndaj udhëheqësit është e kushtozuar kur urdhri i tij nuk është në kundërshtim me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Por jo që të bësh revolt, jo që të bësh kryengritje. Kjo gjë nuk i lejohet muslimanit. Pra shkruaj sa udhëheqësi i tij është musliman edhe pse ka gjunafe të mëdha, që nuk arrin gradën e kufrit dhe të shirkut. Dhe kjo është një çështje e qartë. Dhe përmendi profeti alayhis salam edhe nëse është sllav. Pse e përmendi këtë? Për të treguar që sa e rëndësishme është bindja ndaj udhëheqësit. Pra edhe nëse ai është njëri me një status shoqëror ndryshe nga ju, ose është me një fizik ndryshe nga ju, mund të jetë i paralizuar. Por u bë udhëheqës. E mori ai drejtimin, ju dha besa nga njerëzit kompetent për t'i dhënë besën, atëherë është detyrë bindja. Dhe thamë pas profeti alayhis salatu wassalam, wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Vërtet tha, ata që për ju që do të jetojnë më pas, pra do të kenë jetë më të gjatë, do të jetojnë edhe pas meje, pra do të shohin kundërshtime të shumta. Këtu profeti alayhis salatu wassalam po paralajmëron për fitnet që do të vinë. Dhe e filloi me devotshmërinë. Pastaj përmendi dy çështjet e tjera që ishin bindja dhe largimi nga fitnet apo paralajmërimi për fitnet